Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar vendosi të kaloj për gjykime themel dosjen e SPAK ndaj ish-presidentit Ilir Meta, ish-bashkëshortes së tij, ish-deputetes Monika Kryemadhi dhe 3 personave të tjerë të hetuar për të ashtë-quajturën, aferat Qezdia dhe një lobim të LSI-s në SBA. Gjyqtari Erena Gjoka shpalli vendimin këtë të mërkur, duke përmbyllur fazën e shqyrtimit paraprak që zgjati për gati 8 muaj, të cilin Monika Kryemadhi e cilsoi në ndikim. Ishte një vendim nën presion, s'ka si gjë të keqe, jo të gjithë përballojnë presione. Paraderës së SPAK, Kryemadhi ngriti një dyshim të fortë ku bazon këtë qëndrim. Duhet kemi parasysh që kam frikë se videot e Gysagasit kërcënojnë dhe shumë njerëz brenda GKK-s dhe kjo është dhe një ndër arsyet që ecim në këtë fazë. SPAK akuzon Metën e Kryemadhin për korrupsion, pastrim parash dhe fshehje pasurie, por ish-presidenti dhe ish-deputetja e cilësojnë procesin politik. Sepse gjyqtarja pranoi që në dosje 90% e akuzës së prokurorëve nuk ka asnjë provë. Ilir Meta, i vetmi nga 5 të pandeurit që ndodhet në Qeliqë prej vitit 2024, përmes një reagimi e cilësoi procesin drejtësi me regji dhe gjykim me risi. Përfundimi i seancës paraprake na jep lirinë që të çmontojmë publikisht të gjitha gënjeshtrat, falsifikimet dhe mashtrimet që ndodhen në fashikuj, shkroi ai në një reagim. Kryemadhi paralajmëroi se do të publikoj dosjen që sipas saj do të zbulojë ato që i cilësoi çuditëra. Tani do kënaqeni, do shikoni lloj shpifjesh. Avokati ish-presidentit Ilir Meta theksoi atë që e cilësoi çuditë akuzës. Keni dëgjuar ndonjëherë që të ketë korrupsion pasiv, po s'ka korrupsion aktiv? Keni dëgjuar ndonjëherë ju në logjikën tuaj? Piro Xhixho, që akuzohet për korrupsion pasiv, dhe Ema Çoku e Fatime Kryemadhi, që dyshohen nga SPAK për pastrim parash, kanë kërkuar gjykim të shkurtuar.